E pra të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të vazhduar të sjellim lajmet edhe ngjarjet më të fundit pranë jush. Do të flasim për spektaklin Ferma VIP. Do të flasim për fenomenin Mimoza Ahmeti, por edhe për një deklaratë të madhe të Arbana Osmanit në natën e mbrëmshme. Do me thënë, jemi afër finales së madhe. Ndryshe nga spektaklet e tjera që në fakt e bëjnë momentin shumë glamur, e bëjnë momentin shumë të veçantë, e bëjnë momentin shumë historik, Arbana diti të përzgjedhë një formë interesante për ta treguar se sa ditë i kanë mbetur fermës dhe e tregoi që do me thënë jemi drejt fundit, rrethi po zvoglohet, lufta po shtohet dhe dinamika e madhe për të fituar 200.000 euro është në qendër të vëmendjes. Arbana tregoi që do të jenë 5 finalistë. Dhe menjëherë kemi nisur që të bëjmë matematikat se kush do të jenë këto 5 finalistë. Tani, për mendimin tim, gjithmonë, unë mendoj që këto 5 finalistë do të jenë banorët të cilët kanë dhënë një spektakël të jashtëzakonshëm. Edhe pse flitet lart edhe poshtë që Moza nuk do të jetë finaliste, unë me thënë drejtën nuk e besoj këtë gjë. Unë e shoh Mozën finaliste, sepse Moza ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në këtë fermë. Është arsyeja në fakt pse ferma është sebepi Mimoza i kësaj rruge. Ka qenë një personazh që i ka dhënë publikut dhe unë e shoh Mozën finalisten e parë. Do me thënë, pa marrë parasysh që për shembull Akili në ca deklarata të tij thotë që mund t'ja luajnë Mozës, mund t'ja bëjnë si mua, unë mendoj që Moza ka dhënë tjetër strategji, ka patur tjetër lojë dhe me patjetër që do të jetë pjesë e fermës. Nga ana tjetër, do me thënë e shoh shumë të fortë në këtë mes, e shoh Ilirin i cili do të jetë finalisti i dytë. Mendoj që është poli kundërt i Mozës dhe do të jetë pjesë e finales së madhe. Dhe Iliri ka treguar një strategji interesante, ka luajtur në formë interesante, por kjo tash nuk do thotë që këto janë, unë që po i them janë, do me thënë, përfundimtarët përveç Mimozës, sepse strategjia do ndryshojë, loja do të bëhet më egër, inati do të bëhet më i madh, dhe unë mendoj që luftrat do vazhdojnë edhe më fort brenda në fermë. Por Ilirin e shoh të dytin në fakt si finalist. Të tretin, për mendimin tim, deri në këtë pikë të lojës, sepse gjithmonë në fakt ferma VIP apo Arbana ka vlerësuar Kosovën, mendoj që do të jetë Bujaka pjesë e finales, sepse Bujaka është duke dhënë një lojë jashtëzakonisht të fortë, edhe mendoj që është i vetmi nga Kosova dhe duhet me patjetër që të ketë një përfaqësues nga Kosova, edhe pse unë gjithmonë e kam thënë këto nuk përfaqësojnë shtetin, përfaqësojnë veten. Por nëse nuk do të jetë Bujaka pjesë e fermës, do të ketë hamencime që nuk pati nga Kosova, Kosovën nuk e respektuan dhe mendoj që Bujaka do të shkon në finalen e madhe. Kemi dhe dy të tjerët në fakt e shoh Sarën shumë të përkëdhelur nga produksioni dhe e shoh pjesë të finales së madhe, edhe pse mendoj që e meriton, Sara ka patur një strategji interesante, do me thënë ka zgjedhur negativen brenda në fermë, dhe të pestin, përfundimtarin, me thënë drejtën, e shoh Ilirin, më falni, Romirin. Romirin e shoh pjesë të fermës dhe finales, sepse mendoj që është artist dhe ka patur një marrëdhënie jashtëzakonisht fortë me Arbanën. Shoh dhe këtë afërsinë që e kanë me njëri tjetrin dhe mendoj që Romiri do të jetë pjesë e finales së madhe, duke vlerësuar si një artist të veçantë dhe një artist me vlera. Më thënë, kjo është peshja, më keni pyetur, që unë e shoh që do të jetë në finale. Por kush do të jetë në podiumin e fundit? Në podiumin e fundit, me këtë luftë dhe me këtë dinamik që është krijuar deri më tani, unë e shoh Mimozën dhe Ilirin